6-7. Ku di unë çfarë është? 6-7. Do me thënë 6-7 në anglisht. 6-7. Fëmijët tuaj po përdorin shakaja 6-7 në rrjete sociale. Por çfarë do të thot realisht dhe pse po përhapet kaq shpejt? Ky është një trend i ri që ka shpërthyer në platforma si TikTok dhe Instagram, sidomos mes adoleshentëve dhe përdoruesve të rinj. Mund ta keni parë në komente, video apo edhe në biseda të përditshme, por shpesh pa asnjë shpjegim të qartë. Në thelb, shakaja 6-7 është një formë humori absurde. Nuk ka një kuptim konkret apo një punцline klasike si shakat tradicionale. Përkundrazi, ideja është që vetë mungesa e kuptimit e bën atë qesharake. Sa më e çuditshme e pa kuptimt apo e papritur të jetë, aq më shumë reagime merr. Shpesh përdoret për të krijuar konfuzion, për të testuar reagimet e të tjerëve, ose thjesht për të dukur brenda trendit. Në shumë raste njerëzit e përdorin edhe pa e kuptuar plotësisht, vetëm sepse e shohin kudo online. Ky fenomen lidhet ngushtë me atë që quhet brain rot content, një stil përmbajtjeje shumë i shpejt, kaotik dhe shpesh pa logjik që synon të kapë vëmendjen brenda sekondash. Kjo lloj përmbajtjeje po dominohet nga algoritmet dhe po grumbullon miliona shikime çdo ditë. Ekspertët e mediave digjitale thonë se këto trende pasqyrojnë një ndryshim më të madh, mënyrën si të rinjt konsumojnë përmbajtje. Vëmendja është më e shkurtër, ritmi më i shpejt dhe humori gjithnjë më i çuditshëm dhe i fragmentuar. Ndërkohë, këto fenomene po përhapen edhe tek përdoruesit shqiptar, duke u bërë pjesë e përditshmërisë në rrjetet sociale. Pra herën tjetër që dëgjoni 6-7, mos u çudisni. Nuk është një kod sekret, është thjesht një tjetër trend viral i internetit që tregon sa shumë po ndryshon mënyra si komunikojmë dhe qeshim online.